Kanë mjaftuar reshit e shiut të rëna gjatë mbrëmjes së të njëjtës që palestra e shkollës 9-vjeçare Azem Hajdari në Shkodër të notoi në ujë. Çatia amortizuar prej disa vitesh radhësi e kësaj shkolle nuk është rregulluar as pas rekonstruksionit që bashkia bëri 7 vjet më parë me fond 63 milion lekë. Dëmi nga prezenca e ujit në mjediset e brendshme është dhe më i madh, pasi muret kanë lagështirë ndërsa parketi ka nisur të kalpet. Mësuesi i orës së edukimit fizik, Albanoga, shpjegon se orën e fizkulturës e ka zhvilluar vetëm në gjysmën e palestrës. Po arrim gjithë kohën që vjen shi me shtup, për me mujt, për me kriju edhe komoditet tek fëmijët, të paktën të rrujmë, sepse ata janë fëmijë bën lëvizje të shpejta dhe të pakontrollueshme, dhe në një farë mënyrë jemi munduar që të rrujmë nga ndonjë damtim, nga ndonjë frakturë, sepse aty është e shikuar edhe vetë rrështet. Përdorim një pjesë palestrës që unë dua të them e kemi për luks që e kemi këtë palestër, një kohë që shumë shkolla në Shkodër nuk e kanë. Në këtë palestër stërviten dhe vajzat e voleybollit të Vllaznisë, pasi Pallati i Sportit Jazim Dervishi është nënshtruar një rikonstruksioni. Kapitenia e skuadrës thotë se kushtet ku po stërviten gjatë këtyre ditëve janë skandaloze. Përkushtimi jonë banë që mos me lana së di stërvitjen, por që me këto kushte është me vështirë me punu, edhe na banë punën edhe më të vështirë, sepse shumë shpejt fillon edhe kampionati, edhe në to kushte ku kena pak të një muaj që bëjmë stërvitje, është shumë e vështirë për ne. Kjo skuadër bashkë me ekipet e tjera kanë 7 muaj që sillen andej këtej si shkak i problemeve të Pallatit të Sportit dhe rikonstruksionit për të dytën herë, duke qenë se e para dështoi.